Kronike e policisë sjell sot 5 raste të dhunës dhe sjelljeve agresive që kanë ndodhur brenda një dite. 3 nga rastet vijnë nga Gostivari dhe 2 nga Tetova, ndërsa mosha e të përfshirëve në konflikte është nga të rriturit deri tek të miturit. Rasti I parë ka ndodhur dje në orën 14:30, kur personi me inicialet JB, 37 vjeç nga Gostivari, ka raportuar se rreth orës 12:30 është thirrur nga personi FN dhe janë pajtuar që të takohen në njërin nga rrugët e qytetit, por aty ka ardhur FN I shoqëruar nga një person tjetër dhe e kanë sulmuar fizikisht personin JB. Nga policia thonë se janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje dhe dokumentim të situatës. Rasti I dytë është regjistruar po dje në orën 19:40, kur personi me inicialet AR, 36 vjeç nga Gostivari, së bashku me vajzën e tij të mitur, ka raportuar se rreth orës 17:30, pas përfundimit të mësimit në shkollën fillore, kur është nisur për në shtëpinë e saj, e mitura është sulmuar fizikisht nga një I mitur I cili ka mësuar në të njëjtën shkollë. Edhe në këtë rast janë ndërmarrë të gjitha masat për të sqaruar rrethanat se si ka ndodhur ngjarja. Rasti I tretë ka ndodhur dje në orën 16:15, kur zyrtar policor nga Njësia Policore për Siguri në Komunikacionin Rrugor në Gostivar kanë ndaluar një 40 vjeçare nga fshati Raveni I Gostivarit, e cila është sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre dhe gjatë kryerjes së veprimeve zyrtare nuk ka pranuar që të identifikohet. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet parashtresë përkatëse. 2 nga rastet tjera vijnë nga Tetova. Në njërin prej tyre, FI, 40 vjeç nga Tetova, ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një person në vendin e tij të punës në një objekt hotelerik në qendrën tregtare të qytetit në Tetovë. Dhe në rastin e dytë, që ka ndodhur në fshatin Reçice Madhe, personi AZ, 49 vjeç, ka raportuar në polici se familjarët e tij, që janë edhe fqinjët e tij, NZ dhe SZ, janë sjellë në mënyrë agresive ndaj tij dhe kanë dëmtuar shtyllat të rrethojës ndërmjet pronave të tyre. Edhe në rastet e lartë përmendura, policia njofton se janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje dhe dokumentim të situatave.